Atëherë, dogana e Kosovës edhe këtë vit e mbyll me suksesin në të gjitha fushat e misionit të vet. Tek pjesa e të hyrave, ne kemi pasur projekcionin prej qeverisë në shumën 1.897 milion euro. Deri në ditën e fundit të këtij viti ne do të arrijmë të mbledhim 1.968 milion euro. Kjo shumë përbën 135 milion euro më shumë se so viti paraprak dhe te ka lënë projekcionin prej 70 milion euro. Ne vlerësojmë se janë disa faktorë kryesorë që kanë ndiku në suksesin e të hyra, duke përfshirë rritjen ekonomike të gjithëbashme, mirë po ashtu edhe gatishmëria e bizneseve që të jenë të gatshëm me u përmbajt me ligjet sa i përket pagesës së tatimeve. Kjo është edhe më theksuar kur kemi parasysh faktin se afër 98% të hyrave realizohen përmes deklarimit vullnetar. Mirë po gjithashtu dogana e Kosovës ka bërë shumë përpjekje që të kemi kontroll efektiv në tregtinë përgjithësi, si dhe luftë të qëndrueshme ndaj informalitetit. Këtë sukses të arritjes e bën edhe më theksum fakti që kemi pasur gjatë këtij viti thellim të reduktimit të taksave nga politika tregtare sipas politikbërjes së qeverisë. Tek prodhuesit kemi deri tani 179 milion euro të liruara për landën e parë për makinerinë prodhuese, pjesë të rezervë, burimet e energjisë, dhe ngjajshëm kemi një rënje tek pjesa e marrëveshjeve të tregtisë së lirë, duke qenë se kemi 235 milion euro të liruar. Përgjithësi kjo ka një efekt prej 47 milion euro për këtë vit. Domethënë që kemi marrë më pak taksa nga këto kategori produkteve. Gjithashtu, dogana ka pasur një përmirësim të vazhdueshëm në luftimin e ekonomisë jo formale, duke qenë se kemi 18.6 milion euro vlerë të mallrave që kanë qenë subjekt i zbulimit, i ndalimit, i sekuestrimit ose konfiskimit, si dhe po ashtu me veprimet administrative kemi pasur një rritje të theksuar tek impakti i drejt për drejt tek luftimi i ekonomisë jo formale, me që kjo në këtë vit arrin në vlerën 42 milion krahas 32 sa ka qenë vitin paraprak. Dogana e Kosovës pashtu i kushton shumë rëndësi mbrojtjes së shoqërisë, që është një prej objektivave të misionit tonë. Kemi pasur raste që kanë qenë të jashtëzakonshme për këtë vit. I kemi 2 raste me kanabis si të veçanta në sasi prej afër 400 kg. Këto raste normalisht që i kemi punuar edhe me agjencione tjera, me Policinë e Kosovës, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Kemi pasur një rast të vetëm me afër 300 kg eksploziv, municion të konfiskuar në operacione të ndryshme në sasi prej 1950 copë. Në aspektin e shpërlarjes së parës për ndalimit të financimit të terrorizmit, ne kemi pasur identifikim të vlerës pothuaj 1 milion euro ose ekuivalente në valuta të ndryshme, si dhe në përditshmëri kemi pasur në bashkëpunim me Policinë Kufitare 61 raste të mallrave të ndaluara. Padyshim që ne i kushtojmë shumë rëndësi edhe vetë zhvillimit të organizatës në përgjithësi. Gjatë vitit që po lëm pas, me sukses kemi arritur të rekrutojmë 107 zyrtarë, një gjenerat të tërë të zyrtarëve të rinj doganor, cilët me merit janë rekrutuar duke bazuar edhe në përkrajën që kemi pasur nga një ekspert i zyrës së BE-s dhe janë integruar dhe kanë filluar dhe rezultatet të hyreve që kemi filluar të shohimi. Gjithashtu kemi vijuar me operacionalizimin e terminaleve shtetërore duke arritur që shumicën absolute të trafikut tani ta kemi në terminalet shtetërore dhe kjo do të funksionalizohet plotësisht në 3 mujorin e këtë vitit tashëm.
Në pjesën e lehtësirave që i bën dogana e Kosovës, edhe pse kemi pasur një rritje të qarkullimit, ne megjithatë e mbajmë kohën e zhdoganimit në përgjithësi, kemi digitalizuar certifikatën e origjinës, kjo kryesisht i atribuohet eksportuesve për shkak se në vendet që eksportojnë mallat e Kosovës, ku ka status preferencial dhe nuk paguhet taksa doganore, është e domosdoshme që shtetet pranuese ta njohin certifikatën tonë, kështu që kemi bërë të lehtë që përmes një QR kodi të verifikohet pa pas nevojë për kërkesë administrative. Gjithashtu kemi avancuar në ndërlidhjen me sistemin e Agjencisë së Ushqimit Veterinës, duke vendosur edhe një lidhje që mallnat që përpunohen nga lirë sistem me automatizëm njoftohet sistemi tjetër dhe nuk ka nevojë për kërkesa e bartjes manuale të dokumentave. Në kontrollin e mallave strategjike që janë mallat me akcizë, kemi zhvilluar sistemin banderollës elektronike. Kjo na mundson që të kemi një kontroll më të mirë tek pjesa e mallave akcizuar që janë strategjike sa i përket hyrave, por gjithashtu është me interes edhe për pjesën e integrimeve evropiane, për shkak se kjo praktikë na ofron saktësisht me praktikën që bën Bashkimi Evropian në këtë pjesë. Gjithashtu kemi pasur avancim sa i përket përdorimit të inteligjencës artificiale në sistemin doganor. Ne kemi qenë pjesë e operacioneve ndërkombëtare që organizohen nga organizata botërore doganave, sidomos tek pjesa e operacionit Stop 4, kemi arritur që të jemi vendi i 7 nga 137 vendi sa kanë qenë aktive gjithsejt për nga rezultatet që kemi arritur. Gjithashtu kemi marrë pjesë në operacionin Thunder, i cili ka për synim të adresoj problemet që ka përgjithësi dogana në fushën e mbrojtjes së florës dhe faunës, si dhe në operacionin tjetër Global Gateway, i cili ka për synim të merret me pararendësit ose prekursorët që përdoren për mjetet e improvisuara shpërthyese. Kjo na ndihmon që veç tjera të kemi përfitim nga praktikat e ndryshme dhe të kemi qasjen në projekte zhvillimore me trajnime dhe forma tjera të përfitimit edhe nga pajisja me mjetet të cilat janë të nevojshme për detektimin e këtyre produkteve. Dogana e Kosovës edhe si vjet, sikur e vite me radhë, mirëmban kohën më të mirë sa i përket zhdoganimit në Ballkanin Perëndimor, siç e shohim linja e portokallët është pjesa e Kosovës. Kjo matje bëhet nga Sekretariati i CEFTA-s për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne vazhdojmë me qenë në rekord dhe kjo është shumë me rëndësi edhe për shkurtimin e shpenzimeve të bizneseve të prodhuesve tonë, po edhe për tërheqjen e investitorëve të huaj. Eksporti deri në 21 dhjetor është 929 milion, krahas 942 sa ka qenë i tërë viti i kaluar. Eksportet kryesore vendet që kemi pasur janë Shqipëria me 157 milion, Maqedonia 136 milion, Gjermania 106 milion, Zvicra 100 milion, Serbia 60 milion, ndërsa sa i përket importeve kemi Gjermani me 965 milion, Turqin me 903 milion, Kina 892 milion, Italia 359 milion dhe Maqedonia Veriore 344 milion euro. Sa i përket bilancit të ndërsjell, kemi këtë rënditje. Gjermania, vëllimi total i tregtisë me Gjermaninë është 1 miliard e 64 milion euro, Turqia është 933 milion euro, Kina është 892 milion euro, Maqedonia Veriut është 468 milion euro dhe Shqipëria është 426 milion euro. Këto janë top 5 vendet sa i përket statistikave të tregtisë së ndërsjellë. Siç e pam, pasyrat apo raportet që prezantoi drejtori tregojnë për një sukses të vazhdueshëm
e sidomos me sa mriva me pa drejtori në 5 vitet e fundit kishte në vazhdimsi, pothuajse në gjitha vitet të i kalim të projekcioneve. Pra në raport me atë që ishte projektuar në fillim të vitit sa i përket hyrave të mbledhura, deri në fund vitit ishte të i kalu. Gjë që tregon për një sukses të vazhdueshëm në rritje, e kjo i bën që edhe ne projekcionet tona si Ministri e Financave do të me fillu edhe me i rikalibru, pra, me i përshtat me tempon e re të doganës. Kjo normalisht vlen theksohet që 98% si që thatë edhe ju, vjen nga, apo e vlerës së mbledhur vjen nga deklarimet vullnetare, e kjo është tepër e rëndësishme, sepse kjo nënkupton që vetëm pjesa prej 2% vjen nga kontrollat shtesë, sepse shumica e deklarimeve pra janë të sakta. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i luftës së pa kompromis të treguar sa i përket kontrabandës apo rrugëve të tjera ilegale, siç e dini. Edhe është shtuar kontrolli në gjithë territorin e vendit, janë mbyllur rrugët ilegale të kontrabandës, e për më tepër dogana është pajis edhe me pajisjet më të reja të teknologjisë së fundit sa i përket skanimit apo detektimit të mallrave kontrabandë. Siç e keni pa, ka shpesh raste kur gjenden pra mallra të kontrabanduara në vende ku edhe s'ta kish marrë mendja. Mirë po fal teknologjisë, dogana tashmë e ka të mundur dhe kësaj është reduktuar në minimum dhe pothuajse eliminuar edhe çështja e kontrabandës. U pa po besoj edhe suksesi sa i përket rritjes së eksporteve, pra paraqet një trend të theksuar dhe një dallim të theksuar këto 5 vitet e fundit në raport me 5 vite tjera paraprake. Pra tashmë jemi afruar shifrës prej 1 miliard euro dhe përkundër sfidave globale që kanë qenë, përkundër edhe sfidave që kanë pas disa prej bizneseve apo operatorëve ekonomik në vend, megjithatë shihet që ekonomia ka ruajtur qëndrueshmërinë dhe eksportet po vazhdojnë pra të rriten dhe i janë afruar shifrës prej 1 miliard euro. Këto normalisht që kanë ndihmuar pra lirimet tarifore që ka ofruar dogana dhe ne si qeveri në përgjithësi, sepse ka shkuar në vazhdimsi duke u rritur shuma apo vlera e cila i liron shumicën e prodhuesve tonë, sidomos për landën e parë dhe ata që prodhojnë e përpunojnë produktet tuaj, pastaj eksportojnë. E këtu do doja të theksoj edhe faktin e terminaleve doganore. Pra siç e dini në fillim, shumica terminaleve doganore kanë qenë të menaxhuar apo të operuar nga operator privat, e kësaj kjo ka përbërë edhe një kosto apo ngarkesë shtesë financiare për bizneset të cilat kanë operuar në tregtimin e mallrave apo edhe kanë importuar landën e parë. Mirë po viteve të fundit, ajo çfarë kemi bërë ka qenë që shumicën e këtyre terminaleve e së shpejti të gjitha, pra do t'i kthehen në menaxhim shtetit, kësaj pra dogana do ta ketë edhe mbikëqyrjen, por edhe kapacitetin e plot operues në gjithë territorin e vendit për sa i përket terminaleve doganore. Për fund, më lejoni që të falenderoj edhe stafin profesional të doganës, përfshi edhe stafin e ri të rekrutuar që i përmendi drejtori, përmes një procesi meritor dhe transparent, sepse pa të gjithë stafin e doganës do të ishte pamundur pra që të kishim këto rezultate që po i shohim. Pra edhe njerë, faleminderit i nderuar drejtor, faleminderit gjithë stafit për punën dhe angazhimin e vazhdueshëm në arritjen e këtyre rezultateve. Tani nëse ka ndonjë pyetje për drejtorin apo për ne dy.